Europa duhet të forcojë themelet e saj ekonomike dhe politike për të përballur me presione të reja nga Shtetet e Bashkuara. Ky ishte mesazhi i drejtpërdrejtë i presidentit francez Emmanuel Macron, i cili në një seri intervistash për mediat kryesore europiane theksoi se marrëdhëniet transatlantike mbeten të brishta dhe të paparashikueshme. Duke ju referuar asaj që e quajti momenti i Grenlandës, Macron tha se kontinenti nuk duhet të mashtrohet nga një ulje e përkohshme e tensioneve për çështje si tregtia, teknologjia apo mosmarrveshje territoriale. Sipas tij, kjo pauzë nuk përfaqëson një ndryshim të qëndrueshëm të politikës amerikane ndaj Bashkimit Evropian. Presidenti francez kritikoi ashpër administratën e Donald Trump, duke cilësuar qëndrimin e saj si e hapur kundër interesave europian dhe madje si një përpjekje për dobësimin e vet unitetit të BE-s. Kur përballemi me një akt agresiv, nuk duhet të përkulemi apo të kërkojmë kompromis me çdo kusht. Kjo qasje është provuar dhe nuk ka funksionuar, deklaroi ai. Macron paralajmëroi se përplasjet mund të thellohen veçanërisht në fushën digjitale. Ai tha se Washingtoni mund të reagojë me tarifa tregtare nëse BE-ja zbaton rregullat e saj të reja për kontrollin e gjigantëve të teknologjisë përmes aktit të shërbimit digjital, një ligj që synon të vendosë më shumë përgjegjësi mbi platformat online. Në këtë kuadër, kreu i Elizës përsëriti nevojën për më shumë integrim financiar mes vendeve anëtare, duke propozuar huamarrje të përbashkët në nivel evropian. Sipas tij, kjo do t'i mundsonte bllokut të investojë në projekte strategjike, të rrisë konkurrueshmërinë dhe të zvoglojë varësinë nga dollari amerikan. Deklaratat e Macron vinë në prag të samitit të liderëve të BE-s në Bruksel, ku pritet të diskutohen masa konkrete për forcimin e ekonomisë së Unionit dhe për rritjen e rolit të tij në arenën globale, përballë rivalitetit në rritjen në SBA dhe Kinë.